Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është deklaruar për mediat nga Podujeva, ku ka folur për hapat që do të ndërmerren drejt krijimit të qeverisë së re. Kurti ka bërë të ditur se përbërja e qeverisë së ardhshme do të ketë shumë prej emrave të prezantuar më herët nga ai dhe i kryetarit të kuvendit Glau Konjufca gjatë vjeshtës së vitit të kaluar, por se ato nuk do të jenë identike. Do të ketë shumë prej emrave që i kemi prezantuar unë dhe Glau Konjufca në vjeshtën e vitit të kaluar, por nuk do të jenë identik. Do të ketë edhe emra të tjerë, ka deklaruar Kurti. Ai theksoi se hapi i parë është konstituimi i kuvendit, ndërsa menjëherë pas kësaj synohet formimi sa më shpejt i qeverisë. Ne po përgatitemi që së pari ta konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë, u shpreh Kurti. Kryeministri foli edhe për obligime ndërkombëtare, duke bërë të ditur se Kosova ka 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore, si dhe një plan rritjeje me Bashkimin Evropian me vlerë prej 882.6 milion euro, i cili duhet të miratohet sa më parë në Kuvendin e Republikës. I kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi planin e rritjes me BE në vlerë prej 882.6 milion euro, që duhet sa më parë ta miratojmë në Kuvend, ka përfunduar Kurti. Do të ketë shumë prej emrave të cilët tashmë i kam prezantuar edhe unë edhe Glau Konjufca në vjeshtën e vitit kaluar, mirë po nuk do të jenë identik, pra do të ketë edhe emra të tjerë. Ne po përgatitemi që së pari ta konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë, sepse siç e dini, i kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi edhe planin e rritjes me Bashkimin Evropian që është 882.6 milion euro, e që duhet sa më parë ta miratojmë në Kuvendin e Republikës, pa harruar natyrisht ato që kemi më së shumti përgjegjësi, obligim, por do thosha edhe preferencë, e kjo është buxheti për vitin 2026. Ju e dini që me 1-12 qeveria në detyrë mund të vazhdoj veç edhe për muajin shkurt, për muajin mars nuk mund të vazhdojmë kësaj, andaj në muajin shkurt duhet ta kemi të përmbyllur edhe çështjen e buxhetit 2026. Sa i përket pozitës së presidentes, a keni pasur ndonjë takim atë? Një herë këto 3 hapa do t'i përmbyllim, edhe pastaj edhe te hapi 4 do të ecim bare mjek.